Kur aftësitë njohëse dhe perceptimi preken, kjo nuk është gjithmonë e dukshme. Nëse një person ka kaluar një strok dhe kjo ka kapur dhe aspektin e tij fizik, atëherë është i dukshëm fakti që ky person ka kaluar diçka. Dhe nëse ne përfshihemi në një bisedë me një person që ka kaluar një goditje në tru dhe fizikisht kjo është e dukshme, atëherë ne, si bashkëbisedues, jemi të ndërgjegjshëm për këtë fakt. Dhe fillojmë mbase të flasim më ngadalë ose të jemi më të duruar për të pritur një përgjigje. Por kur aftësitë njohëse dhe perceptimi preken, nganjëherë kjo nuk është as pak e dukshme për bashkëbiseduesin. Në këto raste ne duam që pacienti që ka aftësi njohëse të kufizuara ose një perceptim të kufizuar të fuqizohet. Dhe pajisim atë me disa fjali specifike që e ndihmojnë në bashkëbisedim.